I dashur publik që kjo është ekskluzive. Ma herët na ka rënë sy personi të cilin po e proklamon dhe po e portretizon e po e propagandon zërin e tij Periskopi. Periskopi është gazete e Ilir Mirenës. Ilir Mirena është njeriu që ka bërë thirrje publike me njoft faktin që na kemi qenë fajtor kur Serbia na ka masakru. Qyre që ka thot Periskopi për një operator të Serbis që na tashmë para disa minutave e kena konfirmu në Londër që ka qenë shpion i Serbis. Shpionin e Serbis në kuvendin e Kosovës për me orkestru interpretime të rrejshme e pastaj me amvesh me asociu me vetëvendosjen apo partinë e pushtet apo zotin Kurti e ka sjell Shiku Vrastar. Shiku Vrastar, duke qenë se ka zbatuar agjend të Beogradit në Kosovë gjatë luftës, duke filluar me ndërmarrjen në përbashkët kriminale që ja ka bë Puçin ushtrisë ligjimtare të Kosovës, i ka vrarë kokën politike dhe intelektuale të ushtrisë ligjimtare të Kosovës, duke filluar me Behajdin Hallaçin dhe gjithë veprimtarët e tjerë patriot të ushtrisë ligjimtare të Kosovës dhe themeltarëve të saj, deri tek zbatimi i nënshkrimit të marrëveshjeve ndërkombëtare që e kanë aprovu dhe afirmu sovranitetin e Serbisë në Kosovë, deri tek shkërmoqja e krejt strukturës ekonomike dhe shëmbja e fabrikave që kanë funksionu në Kosovë mas luftës në mënyrë që ta pamundsonin ngritjen ekonomike, politike dhe ushtarake të Republikës Kosovës për t'i dhënë kahë dhe hapa të mëparshëm Serbisë, Shiku Vrastar gjithashtu i ka vrarë patriotët shqiptar, luftëtarët e lirisë, gazetarët e politikanë e veprimtarët të tjerë. Çka ka bo Shiku Vrastar sot me Periskopin, Tujanis e të tjerë ju tregoj tash. Shiku Vrastar e ka sjell që të zotnin Lugiqin në kuvendin e Kosovës me kapele të UÇK-s, edhe tash po e citojnë se Gjoja pas ka thënë që në ka mërgjimtar, edhe Gjoja pas ka bërë thirrje për pushkatimin e Ramush Haradinajt. Kjo është punë e operatorit të Shikut Vrastar, Periskopit, pra Ilir Mirenës, i cili si që a kujtova më herët, ka bërë thirrje publike që ta kuptojmë se ne ishim fajtor sipas tij që Miloševiqi ka bërë operacion genocidal ndaj shqiptarëve. Njeriu që po e shpërndan këtë material është, kuptohet, kush tjetër pos Milajm Zeka. Milajm Zeka, njeriu i cili, sipas gjetjeve tona hulumtuese që kemi votuar gjatë muajit prill të vitit 2025, e kemi gjetur se ja ka shitur pamjet e luftës shqiptare të UÇK-s, Sllaxha Nazariçit të Beogradit, shoqës së Aleksandr Vulinit, për ta prodhuar filmin dokumentar Zhuta Kuqa apo Shtëpia e Verdhë, ku UÇK-ja rrajshëm akuzohet për trafikim me organe njerëzore. Milajm Zeka gjithashtu është një prej autorëve që ka sjellur shumë dëshmitar në gjykatën speciale për arsyet e tija personale që gjithsesi nuk jam duke vu para pikpyetjes, pa ajo çka është pikpyetje për Milajm Zekën është që ai vazhdimisht operacionet e tija publike të diskursit publik i ka bërë në favor të interesave të Beogradit. Tash le të shkojmë me detajin tjetër kush po shpërndan këtë fotografinë e Lugiqit. Ja pra e kemi edhe Berat Buzhalën, njeriu narrativa politike dhe editoriale e të cilit për gjatë kohës para se ka filluar, do më thënë, operacioni i Banjskës, gjatë operacionit të Banjskës, edhe pas operacionit të Banjskës, vazhdimisht ja ka majt narrativën editoriale pro-beogradase në Kosovë, duke portretizuar Kosovën vazhdimisht si fajtore për krejt operacionet, për krejt destabilizimin e Kosovës. Dhe ne përveç që kemi konfirmuar me burimet tona në Londër se Skender Lugiqi ishte shqiptar dhe njeri me cilin bia serbe kishte bashkëpunuar gjatë kohës kur ai kishte qenë pjesëtar i brigadës 114 i zonës operative të Drenicës, ai gjithashtu është njeriu të cilin Shiku Vrastar e ka sjellur sot në kuvendin e Republikës Kosovës për të orkestruar një maskarad e cila ju intereson vrastarve të Shikut, vrasësve politik të Republikës Kosovës, apo ndryshe njerëzve të cilët e kanë nisur operacionin e fushatës
liria ka emër me shpionin e Serbisë, këtë zotniun Fatmir Sheholli. Dhe Fatmir Sheholli, dashëm publik, si që dini, nuk ka qeni pa njohur për Partinë Demokratike të Kosovës, dashëm Thaçin, i cili ishte rekrutuar nga shërbimi sekret francez me instruksionet të Serbisë. Fatmir Sheholli gjithashtu ka qeni njohur që herët me Hashim Thaçin, ja ku e keni edhe fotografin, dhe Fatmir Sheholli ja uron ditëlindjen Hashim Thaçit, i thot urime ditëlindjen zoti president. Pra, shiku vrastar, ju kena zonë me pel për dore, ju muni me i vazhdu operacionet tuja që shdoni, po jeni në nënveshgim. Jeni në nënveshgim dhe do të shpartaloheni një nga një. Populli po ju sheh, redaksia jonë po ju sheh, shteti i Kosovës po ju sheh, por edhe shteti britanik. Është ju pa. I dashëm publik, mos harroni me u abonu me kronikat e barutit, bëni abonimin e pagesë, sepse është domosdoshmëri jetike që ne të mund të konsolidohemi dhe të vim e të zbarkojmë në Prishtinë sa më shpejt. Sa më shpejt. E vetmja gjë që na ndalon është mjetet financiare. Dhe mjetet financiare, nga i vetmi bunim që ne i pranojmë, janë publiku, janë lexuesit tanë, pra jeni ju i dashur publik. Prandaj abonohuni me pagesë në mënyrë që të mund të konsolidohemi dhe të zbarkojmë në Prishtinë me redaksin tonë, ta mbrojmë shtëpinë tonë kolektive Republikën e Kosovës nga hajduqt, nga vasalet e Serbisë dhe nga rinjt e fjetun të Beogradit që po përpiqen me çdo kusht me e kap Kosovën prap ndorë e me vazhdu me pleçkit, me vazhdu me vran njerëz edhe me vazhdu me instalu kthejtrat e Serbisë atje. Ne nuk do t'i lejojmë dhe do t'i sfidojmë në çdo hap e në çdo moment. Të informuar jemi, profesionalisht jemi jashtëzakonisht të ngritur, ndikimin e kemi jashtëzakonisht të fuqishëm, sepse e vërteta nuk mund të thyhet dhe nuk mund të sfidohet nga askush. Prandaj lutem shumë, abononi me kronikat e barutit në mënyrë që sa më parë ne të mund të zbarkojmë në Kosovë. Faleminderit shumë e mirupafshim.